Familja Jashari është pe vitesh e armatos, pe 91-ës. Në thonë familja Jashari edhe djemë rreth familjes Jashari, për shkak Vesel Selimi, Migja i Sulejman Selimit, nuk folet as për këtë njeri, është gjallë, unë e kum taku pastaj në Tiranë, është njëri prej njerëzve që u plagu 91-ën, anë për te këtu e ka marrë një plom, në rrethimin e parë të Jasharëve. Edhe thuhet, legjendat, edhe si ka treguar edhe ai pak, se nuk flet shumë për rastin, ata disa burra në spitalin e Prishtinës, gjatë natës kanë arrit me të rek nëpërmes çarshafa e kanë lidhur pe 4 në spital këtu, plagosur e kanë qit jashtë, e kanë marrë me makinë dhe e kanë depërtu në Gjermani. Tani pastaj kë tek 96-7 ai mi taku në Tiranë dhe kjo u kthy prap në luftë bashkë me tonë tjerë. Pra familja Jashari u kon në dy luftim me Serbinë. Qyshare. Plus Serbia ka pas bastisje, arrestime, dijet edhe për grupe tjera të armatosura që në konë Shqipni.